Ti bëj një pyetje të dyve, Joseli e kemi diskutuar edhe në puntatet e kaluara, po do i them Jurgenit diçka. Ke një futbollist nga i cili ti inspirohesh dhe ke thënë që unë dua të bëhem ose të ndjek rrugtimin e tij, të ndjek pasionin e tij, mënyrën se besoj që çdo futbollist ka një lloj. Jo, me të thënë drejtën, unë nuk kam pasur kur, domethënë dika kështu, por që ka që luaj edhe vetë mbrojtësi djathtë, çdo ndeshje, kupton, ndjek më shumë rolin tim. Okej. Dhe një nga lojtarë që kam qef, domethënë, është ai të Anglia, Reece James, që për momentin nuk është në formë. James. Po. Dhe që ti shikon më të mirë në rolin e vet, ha? Një ndër më të mirë. Një ndër më të mirët. Okej, shumë e bukur. E nisëm pak më herët kënaj, domethënë në fjalinë e parë që the, pra nuk është Brazili i dikurshëm. Këtë ne mund ta themi për shumë skuadra të tjera. Nuk është Gjermania e dikurshme, nuk është Belgjika e dikurshme. Holanda po të doni nuk është e dikurshme dhe shumë ekipe të tjera. Çfarë tregon kjo që në epoka të ndryshme kemi një lloj ndalese të performancës shumë të mirë se para disa viteve luante Italia me Spanjën, shikoj aty domethënë nuk e di. Është faqe teatrale në kuptimin pozitiv të fjalës. Tash janë ulur ato diferencat, mes ekipeve. Dhe po shikojmë dhe lulëzimin e ekipeve të tjera. Po pra, duke ulur diferencat e ekipeve, tashmë edhe në përkombëtare, në thonjza të vogla, punohet një lloj. Si në kombëtarën e Argjentinës, në kombëtarën e Gjermanisë, marrim shembull kombëtarja jonë, që është një kombëtare e vogël në krahasim ato, sepse nga numri banorëve jemi 3 milion banorë jemi të gjithë ne. 3 milioni ka Gjermania vetëm futbollistë. 3 milion si mit, më falni. Si mit pra. Domethënë 3 ka Gjermania, më shumë ka futbollistë e Gjermanisë se sa banorë ne. Dhe po të shohësh kombëtarën aty nuk ka asgjë më shumë se kombëtarja jonë, në staf, në punë që bëhet dhe prandaj janë ulur diferencat. Të studiojnë kundërshtarët, siç studion Gjermania, studiojnë edhe ne nga Shqipëria ose Kongoja këtë radhë më rast. Prandaj janë ulur diferencat. Dhe lojtarët e këtyre ekipeve po luajnë në kampionatet më të mira. Lojtarët e Kongos 70% të tyre në kampionatin anglez, kështu që sot ishte tip mini derby, kështu që prandaj janë këto diferencat. Dhe ajo që po të them janë globalizmi i futbollit, që Gjermania ka ndruar filozofinë, nuk janë më ajo Gjermania që çot topin në krah, kroso majtas, kroso gjapas, këtë kishte ADN. Mos harron Guardiola u largua, se s'mund të themi e hoqim Guardiola nga Bayerni, vetëm se donte të ndrodhte ADN-n dhe nuk e donin tifozët. Donin atë lojën e shpejtë, çot topin në krah, kroso, thjesht dy lojtarë të gjatë në zonën të Bayernit që të shënojnë gol me kokë, edhe diçka të tillë. Ndërsa Gjermania tashmë ka munduar të ndrojë tipologjinë e lojës, të bëjë pak Spanjë, që nuk e ka në ADN, që të bësh, sepse ti nuk mund të ndrosh filozofinë e lojës brenda 3 viteve, sidomos në kombëtare. Spanja ka vuajtur 20 e ca vite që të kthehet kjo Spanja që fitoi 2 botërore, 2 europiane, sepse mos harrojmë se